Vëllezër dhe motra, të gjithë ju që jeni të rilindur, Zoti sapo ka nisur punën e tij me ju. Pagëzimi me frymën e shenjtë është i domosdoshëm për jetën tuaj shpirtërore, sepse vetëm pagëzimi me fuqinë e frymës së shenjtë, pas jeni shpëtuar, djeg në ju dobësitë tuaja. Pastron zemrën tuaj, një lloj si zjarri pastron arin, që jeta në besim nuk mund të jetë një jetë monotone. Nuk mund të jetë një jetë e rëndomt, nuk mund të jetë një jetë e kapur nga zhgënjimi, depresioni, një zemër e trishtuar. Absolutisht jo. Zoti derdh në ne gëzim. Ti nuk i do më gjërat që dëshiroje më parë, sepse ky zjarr, ky pasion brenda teje, të udhëheqë dhe të drejton në një mënyrë të padukshme drejt gjërave që për nga natyra janë shumë të larta se sa gjëra toksore. Ti don të ecësh vetëm në një linjë drejt përmbushjes së vullnetit të Atit tënd qiellor. Ti don të përmbushësh misionin, thirrjen e lartme të Krishtit. Pse? Sepse fuqia që ti ke këtu brenda dëshiron të shtyjë përpara.